Orka e konsideron të papranueshme mënyrën se si po tentohet të shtyhet përpara avancimi akademik i Fatlume Berishës nga Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Ndonse kandidatja nuk i përmbush kriteret minimale për zgjedhje në thirrjen e profesorit të rregullt, rasti në fjalë është shndru në një demonstrim se si një interes personal mund të mobilizojë mekanizma të tërë institucional për të anashkaluar një vlerësim profesional dhe për të relativizuar kriteret akademike që duhet të vlejnë njësoj për të gjithë. Në mbledhjen e Senatit të 17 dhjetorit 2025, trupa këshillëdhënëse e rektorit nuk e rekomandoi kandidaten për avancim për shkak se ajo nuk i përmbushte kriteret minimale të punimeve shkencore. Njëri nga punimet ku Fatlume Berisha është autore korrespondente është i botuar në revistën European Journal of Educational Research, që figuron në listën e Jeffrey Bill për revista dhe botues të dyshimt. Në vend që kjo çështje të trajtohej thjesht sipas rregullave ekzistuese, rasti u kthye në Fakultetin e Edukimit për rishqyrtim, duke hapur kështu një proces të panevojshëm që shpejt u shndrua në përpjekje për të justifikuar një punim problematik. Në këtë përpjekje u vu në funksion një komision i Fakultetit të Edukimit, kindse për rishqyrtimin e kredibilitetit të revistës, ku antarët e komisionit, njëra nga antarët e komisionit ishte pikrisht Eda Vula, autore e parë e këtij punimi që po tentohet të përvidhet, pra konflikt i pastër i interesit. Vula, e cila është edhe senatore nga Fakulteti i Edukimit, ka avokuar fuqishëm që revista të pranohet si e vlefshme për avancim. Dhe përmes këtij mekanizmi u prodhua një përfundim i parashikueshëm se revista qenë ka kredibile, ndërsa rasti u rikthye sërish në Senat për shqyrtim. Çështja e revistës është thelbësore në këtë rast. Revista në fjalë figuron në listën origjinale të Bill për botues dhe revista të dyshimta, të arkivuara publikisht. Gjatë viteve, revista ka ndryshuar adresën e saj në internet, duke kaluar nga një adresë në tjetrën. Kjo është një praktikë e njohur në botën e botimeve të dyshimta shkencore, ku revista përpiqet të shmangë reputacionin e krijuar duke ndryshuar domenin ose duke krijuar përshtypjen e një entiteti të ri. Megjithatë, në raste të tilla, identiteti i revistës mbetet i njëjtë, gjë që dëshmohet edhe nga ISSN-ja e kësaj reviste dhe vazhdimësia editoriale e cila mbetet e njëjtë. Në aneksin e dorëzuar nga Orka për Senatin e UP-s është argumentuar pikërisht kjo vazhdimësi, duke treguar se ndryshimi i domenit nuk krijon një revistë të re dhe për më tepër e bën edhe më të dyshimt këtë revistë. Megjithatë, përpjekjet për të shtyrë përpara avancimin vazhduan. Në mbledhjen e 28 janarit 2026, rasti u rikthye sërish në Senat. Trupa këshillëdhënëse rekomandoi rizgjedhjen në titullin aktual, pra jo avancim, por kur u hodh në votim, lobimi tek senatorët tashmë e kishte bërë punën e vet. Dhe si rrjedhoi, kandidatja Berisha nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme në Senat për rizgjedhje dhe si e tillë mbeti pa vendim në Senat. Tutje, rasti zvarritet edhe për një muaj. Në mbledhjen e 20 shkurtit, rektori propozoi një komision të ri të posaçëm për rishqyrtimin e rastit, jashtë praktikës normale, procedurale dhe duke minuar mandatin e vetë trupës këshillëdhënëse të tij. Për Orkan, kjo është një ndërhyrje e pajustifikueshme në procese që tashmë kanë kaluar filtrin profesional dhe institucional. Ky rast tregon qartë se si një kandidaturë individuale mund të angazhojë fakultet, senat dhe rektorat në përpjekje të gjatë për të relativizuar kriteret për avancim.
nuk mundet një kandidat të mbi vendoset kritereve, një punim problematik të peshoj më shumë se rregullat e universitetit dhe një interes personal të mobilizoj mekanizma institucional derisa të përdohet rezultati që ata e dëshirojnë. Nëse kjo logjik pranohet, atëherë procesi i avancimeve pushon së qeni akademik dhe shndrohet në një garë lobimi. Në një situatë të tillë, Senati rrezikon të shndrohet në një instrument lobimi, fakultetet në stre arsyetimesh, ndërsa rektorati në mekanizëm shpëtimi për kandidatët që nuk i plotësojnë kriteret. Për këtë arsye, Orka kërkon që të anulohet vendimi për shqyrtimin e mëtejmë të këtij rasti, pasi ai është i panevojshëm dhe jashtë procedural. Senati duhet të vendosë që Fatlume Berisha të rizgjedhet në thirrjen ekzistuese, pasi ajo nuk i përmbush kriteret për avancim në profesor të rregullt. Punimet në revista të listuara si të dyshimta nuk mund të përdoren për avancim akademik dhe çdo përpjekje për ta relativizuar këtë standard do të përbënte degradim të procesit të avancimeve në Universitetin e Prishtinës. Unë veç sa në mënyrë të shkurt ndoshta edhe përmenda, është shumë absurde sepse na si shoqëni dhe si institucione supozojmë që e mbrim një standard i cili nuk duhet shkel ose nuk duhet bërë hapa mrapa. Dhe në këtë kuptim është komplet absurde se si institucioni vazhdon edhe tenton me ul standardin që është kriju me shumë mund. Pra, standardet janë të qarta, rregullorja është e qartë, po këtu në këtë rast shpikën disa procedura dhe komisione shtesë, gjoja për me verifiku kredibilitetin e revistës dhe kjo metët komplet absurde në këtë situatë. Dhënë, na monitorojmë procesin e avancimeve akademike tash e 9 vjet gati u bën, edhe na për rastit më eklatant që na kujtohet, ka qenë rasti i supermenve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, siç e kemi quajtur në atë kohë, që është viti 2018. Do të thonë prej asaj kohe kur disa profesorë të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike kishin publikuar një masë të madhe të punimeve me revista që shiheshin që kanë praktika të dyshimta të botimeve. Na nuk kemi, si më thonë, raste të tilla kaq eklatante që na mundohemi me rahatu interesa e kandidat personal, do më thonë, më falni, individual në procese akademike. Standardet janë të qarta, kriteret janë të qarta, procedurat janë të qarta, dhe na, po thëmë si shoqëni dhe si institucione, sepse përgjegjësia është vetë Senatit dhe Rektoratit në këtë rast, tentojnë me zvarrit procesin, me shpik procedura e komisione, veç me ardhur të përfundimi që dikush po e dëshiron. Do më thonë me vërtetu me çdo kush që revista qenë ka kredibile. Na kemi përgatit edhe anekse dhe argumenta shtesë që dëshmojnë që revista ka praktika të dyshimta të mënyrës se si i boton punimet. Madje edhe shpejt do t'i bëjmë publike, ato ja kemi dërgu edhe senatorëve sepse është praktik e punës së Orkës që me i dërgu para procesit avancimeve rekomandimet dhe gjetjet e veta, po Senati nuk e mori vendimin e meritor, që vendimi do duhet ishte që Fatlume Berisha të rizgjedhej në titullin aktual e jo të avancohej në profesor të rregullt në titullin akademik. Kështu që prej mos guximit edhe senatorët edhe organet që janë përgjegjëse për me nxjerrë një vendim meritor, nuk morën vendim fare. Kjo është një lloj epilogu i kësaj çështje. Po patjetër, Orka do të jetë vigjilente në përcjellje të këtij rasti, sepse e thash më herë dhe po e përsëris që kjo do të përbënte një rast eklatant të shkeljes së kritereve dhe procedurave. Sa i përket URL-s, domenit dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me revistën. Një vulë e patjetërsueshme dhe një vulë përfundimtare e çdo reviste, kushdo që merret me publikime shkencore, lemo profesorët e ata që janë akademik në këtë situatë, ose të duhet të ishin, e din që një vulë finale e çdo reviste është ISSN-ja. Do më thonë është identiteti ose letë njoftimi ndër të tjera i një reviste.
Kurisës e nëja është e njëjtë. Kur revista në të kaluamën ka qenë e listuar si revistë dyshim, pse po dënë me mbinti mu që tash kjo revisti pas ka ndryshu praktikat, madje edhe në praktika edhe editoriale, kjo metet e njëjta revistë. Thonë kjo metet e pa kuptim të na shpresojmë dhe besojmë që Senati të marrë vendimin meritor që është rizgjedhja, nuk është fundi i botës me u rizgjedh në titullin aktual, si më thonë akademik. Ti keni një proces përpara, mundesh me kandidu dhe me i plotësu kriteret, me prit një kohë dhe me marrë titullin që e meriton, siç po synon profesoresha në titullin profesor të rregullt, e merr mas një kohë, nuk bëhet kiameti, me thonë thjesht, veç e pret një kohë edhe i plotëson kriteret. Ama nuk ki nevojë me shti komplet institucionin në prodhimin edhe shpikjen e procedurave me shti mekanizmat të tonë në funksion në interesa shumë individuale, partikulare. Më thonë që kjo është situata cilën gjendemi.